Për sa i përket, gjithashtu dhe Kosova ka 2 finale për të luajtur për të kualifikuar në botrorin 2026. Ndeshja kundër Slovakisë është ajo e para, por nëse kalon, ka nëpërmjet për të ndeshur me ndyshen Rumani, Turqi, një ndeshje mjaft të fortë. Ndeshjen e parë Kosova e luan në transfer dhe të dytën në shtëpi në stadiumin Fadil Vohri. Të besuarit e frankofodës për këto 2 ndeshje janë Muriqi, Saipi dhe Bekaj si portier. Ndërsa sa i përket repartit mbrojtjes, është Vojvoda, Demaku, Hajdar Gjonaj, Hajrizi, Devolla, Aliti, Hajdari, Krasniqi dhe Gallapeni. Ndërsa në repartin e mesfushës dhe sulmit janë Krasniqi, Zabërgja, Berisha, Hoxha, Recep Baçaj, Emërllahu, Zhegrova, Muslia, Aslani, Rashica, Muriqi dhe Ramani. Kosova me vërtet duket sikur ka një mundësi më shumë se sa Shqipëria, pasi kundërshtari i parë është më i lehtë se sa Polonia. Pra në krahasim me Slovakinë, Slovakia është më lehtë, por për sa i përket në ndeshjen e dytë, Turqi Rumani duket sikur kundërshtari është më i rrept përballë Kosovës. Sigurisht Djem Dardan ka një mundësi të vërtet për të kualifikuar njësoj si Djem Kuqezi.